nuanca. Ti ke një shpjegim se ne nuk kemi organizat, po kemi grupe? Sepse kemi ndarje, le themi, lokaliste, si mentalitet jemi lokalist, a i Shkodër, mafia tradicionale, ky është debat që e kam bërë me Saviano, se jam lodhur me mafia. Me Roberto Saviano, mafia autori Gomorës. Ka strukturë vertikale, ose piramidale, pra e ka drejt. Ka sipër, ka kokë, ka krejt, ka shtab, ka komision, ka nëndarje, ka shefa, po heqën pjesën që do bësh betimin, do bësh se ka ca rregull. Ne na akuzojnë gati si një shoqëri masonike që nuk hyn dot kollaj, është organizuar pikërisht. Kjo është mafia. Tani, ne na akuzojnë se edhe na thonë që ne përdorim kodin e besës. Po ke parti tek këto që kanë dalë deri tani. Besë gjykundje aty, po vetëm besë nuk ka aty. Ta e një intrigë gjatë. Hyrë sot në çdo media botërore dhe thot, mafia shqiptare përdor kodin e besës. Ata e fusin njëri tjetrin na mëngjesintar. Ku është kodi i besës aty? Tani, ai prokurori jon atje, Sylesh, sa është Sylesh, kur ja thot ai, e mba mendje kur vinte ai Francesco Mandoi, se ka qenë prokuror atëre, me Pierluigi Vinjë, kur ka qenë Ben Rakipi, prokuror i përgjithshëm. Erdhën herë të parë, herë të dytë, ne i prisim me tamtame se edhe drejtori antimafjes. Erdhën herën e parë ata kërkuan një 4 dosja dhamne. Erdhën herën e dytë kërkuan edhe 4 tjera. Po erdhën herën e tretë një prokuror i joni që s'është më në sistem, i tha, "Ore, po mirë, ne po ja u japin. Po unë kam kërkuar për filanin, tha s'ma japin." Po si ja dhanë ata? E tha, "Çfarë marrëdhënie është kjo?" tha. Si tha, ata vinë marrin çfarë duan, tha, ne s'na japin asgjë. Atëherë tha, ne do të vlerësojmë çik veten tonë dhe punën tonë. Kur ja kërkuam ne për çështjen e habileve, aty prokurorit Palermo sa momenti atëherë. Si thaj, kam punu 5 vjet, unë tha, nuk ta jap të. Ndërkohë prokurori jon, edhe kur se kjo çështje di që kur kanë ta. 2019 më, që kanë qenë krimet e rënda kanë nisë hetimin. 2019 kanë nisë 2019. Ty të vjen urdhër arresti në 21. Shkurt nuk vepron as në 21 mars, as në 21 prill, po vepron në 21 maj, masi ka dalë rezultati i zgjedhjeve. Dhe pse e lidhi me rezultatin e? Sepse na shkoi goja mbrapa duke thënë që në fushatën elektorale këta do kenë impakt dhe këta do të ndikojnë. Dhe që mos ndikojnë dhe mos devijohet vullneti i qytetarëve, duhet të veprohet përpara. Nëse kjo ekspozeja që u bë ditë do të ishte bërë para zgjedhjeve, unë po them që në Durrës ne do kishim një rezultat tjetër. Nuk u bë, pse se bën e din ata, tani këto kleçkat, jo e përktheva jo pritën të vinte gjyqtare e gatshme Irena Gjoka, jo Irena e mbajtim shumë se s'duhet, se nuk u zbarte vendimin. Ndërkohë prokurori di shumë mirë, kur një gjykatë italiane lëshon urdhrin e arrestit, nuk ka nevojë të zbartësh vendimin, të nisë ekstraktin ai dhe të kërkon vepro. Dhe kur ti e kap, ai të dërgon dosje ke 40 ditë. Kjo çështje tjetër shumë të ndoshta dhe zotë. Kjo çështja e rakordimit, unë edhe shpjegimin për karbonis italianit, për drejtorit antimafisë italiane, një shpjegim shumë i simplicist, e asysh ku vonua për shkak të përkthimit. Eksakt. Edhe ai që shpjegimi që ka dhënë se e kisha këtu ishte interesant se po syrje nxori, pra drejtori i antimafisë italiane është shpjegim nuk është bindës, është shumë për të qenë tash do vonohemi 3 muaj ne të përkthejmë një vendim që ke patur ti vetë, se ti ke patur vetë. Për sa ke vepruar? Shiko. Që s'kishe këtë mbrojtje që ka prokurori posaçëm. Ne vepronim njëkohësisht. Kur diskutonim me njëri tjetrin, dilin masat dhe njëkohësisht veproi në Itali, në Shqipëri. Ke prit ndonjëherë 3 muaj ti? Në Holland. Ke prit ka ndodhur ndonjëherë 3 muaj të veproj në Shqipëri? Atëherë sekuestruan një anije ishte portën e Vlorës, me një anije e klanit Primigjelli, duke në çfarë vitet hershme. Është marrë vendimi për konfiskimin, po themi, sot në orën 2, të nesme në mëngjes në orën 8 është shkuar, është bërë letër porosia, është bërë marrë miratimin nga Ministria e Drejtësisë, është marrë vendim gjykatës, është shkuar të kryer konfiskimi anijes. Atëherë për korrektesë, drejtori i përgjithshëm i antimafjasë italiane, Michele Carbone, ka folur për syrin, unë e citoj pa